Institucionet vendore në Shqipëri thonë se qasja ndaj menaxhimit të liçenit të Shkodrës dhe lumit Buna duhet të jetë më serioze dhe më e koordinuar. Sipas Bekim Memës, drejtori i përgjithshëm i zhvillimit ekonomik në Bashkinë e Shkodrës, bashkëpunimi me komunën e Ulqinit përfshin projekte të përbashkëta për menaxhimin e mbetjeve, ndërgjegjësimin e komunitetit dhe mbrojtjen e zonave të ndjeshme të liçenit dhe lumit. Ai thekson se mes dy komunave nuk duhet të ketë debat për të gjetur se kush është fajtori, por përkundrazi duhet të ketë më shumë përgjegjësi dhe bashkëpunim për zgjidhjen e problemeve. Lumi Buna si për Bashkinë e Shkodrës, po ashtu edhe për komunën e Ulqinit është një resurs i jashtëzakonshëm si turistik, por kryesisht edhe natyror për të dyja institucionet tona. Ne kemi një qasje këto vitet e fundit shumë të drejt për drejt me ndërhyrjet që po bëhen në Lumin Buna. Mund të përmend atë që është edhe më rëndësishme edhe që ka qenë një problematik e theksuar në vite, që ka qenë dajlani dhe binaret në fillimin e Lumit Buna, të cilët u hoqën të gjitha tërësisht duke liruar edhe hapur atë rrjedhën e lirë të Lumit Buna. Si dim të gjithë, Lumi Buna ka qenë dikur i lundrueshëm duke u konsideruar një aset i jashtëzakonshëm për të dyja komunat edhe një aspekt shumë ndërbashkues ndërmjet popullsisë edhe institucioneve pse jo të dy kufive, por kjo tashmë fatmirësisht po rikthehet në një lundrim vetëm turistik. Ka varka të vogla apo edhe pse jo edhe kanoat, edhe po shfrytëzohet në aspektin më shumë turistik, sepse gjithë e dim që nga sedimentet e viteve të fundit ky lum nuk mund të jetë më i lëndërueshëm për varkat e mëdha. Megjithatë, ne jemi në bashkëpunime të vazhdueshme kryesisht edhe me donatorët, sepse dihet që këto ndërhyrje janë të rëndësishme nga ana financiare, edhe po punojmë me shumë rigorozitet për të bërë të mundur pastrimet e Lumit Buna, për të bërë të mundur ndërhyrje nëpërmjet investimeve të vogla në brigjet e Lumit Buna, të cilat edhe parandalojnë erozionin, por edhe bëjnë ato pikat atraktive që i kemi shumë të rëndësishme, siç është Kisha Shirçit apo zona e Shasit, që janë disa zona me vlera pse jo edhe shumë kulturore dhe historike dhe duhen rivitalizuar. Një bashkëpunim i rëndësishëm që shpresojmë të jemi edhe fitues ka qenë me komunën e Ulqinit, ku kemi bërë një aplikim në fondet e Bashkimit Evropian për të përfituar një grant në lidhje me matjen e niveleve të ndotjes së Lumit Buna, që është ajo që na shqetëson të gjithëve, por edhe realizimit ndërhyrjeve të vogla pastaj për të parandaluar ndotjen edhe për të sistemuar këtë qasje ndaj mjedisit që kemi. Them drejtën, nuk besoj që duhet të ketë konflikt, por besoj që duhet të ketë një marrje përgjegjësie nga gjithë secila anë, që të punojmë shumë fuqishëm me komunitetet tona, që të jenë sa më të kujdesshëm, sepse çdo gjë, siç e thash edhe parë, që ne hedhim në mjediset tona, çdo gjë përfundon dhe pastaj Lumi Buna përmes detit Adriatik na kthen ne mbrapsht duke na ndikuar drejt për drejt në atë që kemi më të rëndësishme të dyja si bashki, që është turizmi. Turizmi është i lidhur drejt për drejt me mjedisin, një turist që vjen në Ulqin ose në Shkodër do të shohë një mjedis të pastër, edhe është gjëja e parë që ndikon në ardhin ose jo. Megjithatë, institucionet theksojnë se përpjekjet nuk mund të kenë sukses pa përgjegjësinë e qytetarëve. Hedhja mbeturinave në lumenj, në kanale apo në brigjet e liçenit mbetet një nga problemet kryesore që vazhdon të dëmtoj këtë ekosistem. Bashkia Shkodër përmes fushatave sensibilizuese ka realizuar edhe aksione, duhen konsideruar kështu aksione të mëdha pastrimi, pikërisht për të eliminuar ato plastikat e tepërta që fatkeqësisht qytetarët akoma nuk janë të ndërgjegjësuar, më së miri që çdo plastik që hidhet kudo përfundon pastaj në këto resurse natyrore të jashtëzakonshme që kemi. Në një ekosistem të përbashkët, si liçeni i Shkodrës dhe Lumi Buna, përgjegjësia është gjithashtu e përbashkët nga institucionet deri tek qytetarët, jo vetëm në nivel komunal, por edhe në atë qendror. Kjo çështje me patjetër ka një qasje edhe nga ana e Ministrisë së Mjedisit, së paku nga ana jonë, sepse por edhe nga ana e Malizi është një projekt shumë i rëndësishëm që po realizohet ndërmjet qeverisë së Shqipërisë, Malit të Zi edhe Maqedonisë, që ka të bëjë me planin, por edhe me aksionet që lidhen me basenin e Lumit Drin. Baseni i Lumit Drin përfshin normalisht edhe Lumin Buna dhe do të jetë edhe ajo një material, një dokument shumë i rëndësishëm, por edhe me ndërhyrje të vogla
të cilat do të bëjnë të mundur që kjo çështje të mos mesin vetëm në nivele bashkiake dhe komunale, po tjetë edhe nivele shtetënore, duke parë vetë rëndësinë e këtyre resurseve hidrike dhe resurseve natyrore. A kemi investime konkreta aktualisht? Për vetë rëndësinë e liçenit Shkodrës edhe lumit Buna, ne jemi duke realizuar një nga investimet më të mëdha të qytetit të Shkodrës, që është ai parku i liçenit. Janë rreth 18 hektar park i gjelbërt, i cili do të rikthehet publikut në një mënyrë shumë dinjitoze dhe në respekt të plot me mjedisin. Gjithashtu në fillimin e lumit Buna po realizohet edhe muzeu i navigimit, që është edhe një reminiscencë dhe rivitalizimi asaj kulture që ne kemi pasur të dyja bashkitë dhe komunat tona, sa i përket lundrimit të këtij lumi kaq të rëndësishëm për ne. Do të bëhet një muze për lundrimin, ku do të vendoset varka, lundra, mënyra se si është lundruar më përpara, duke sjellë edhe një herë në kohë atë trashëgimi të jashtëzakonshme që kemi pasur në lumin Buna.